بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Khubejb ibn Adi radhiyallahu an, një sahabi i ndershëm, I cili ka shkuar tek Allahu azza wa jall shahet apo Khubejb ibn Adi radhiyallahu anhu e ka arrit dhe e ka shiju këtë dashuri. Kur e kanë zonë në Arab në Mekë dhe e kanë qit jashtë haremit të Mekës dhe e kanë lidh në një e kanë gozhdu me një dru caktuar dhe I ka thonë njëre prej kufarëve të Mekës, tash kena me të myt, ama kena me të myt ka daldale, me të masakru, cop kena me të hek gjymtyrt. Ka thonë a lejeni 2 recate mi fal namaz? Po, edhe I ka fal 2 recate të shpejta, hadithin e shënon Buhariu në sahihun e tij. Edhe ka thonë dijeni që kjo që e veprova namazi për mua është më e dashur sa dynjaja dhe çfarë konte. E kisha pas qef shumë me zgat, po nuk e zgjata që mos më menuje se po tut na për vdekjes. Veç mos më menuje se po tut na për vdekjes. Edhe e kanë lidh edhe njëri prej tërëve me kazve ka fillu cupa mja hek mishe pej trupit. Dhe u nal në një moment. Ka thonë, a kështë pas qef që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me qenë vend tonin, e ti me qenë atje në Medinë I lirë. Unë dalë Khubejbi, radhiyallahu anhu, dhe shikaj. Tha, ju aj me qenë vend tem, e unë me qenë vend ti. Po aj atje ku është, me më thonë mu, ati mi një therë në kome dhe ty po të lirojmë. A kështë pas qef? Tha, nuk kisha pas dëshirë pejgamberit mi hi në Medinë një therë në kome, e unë më koni lirë. Edhe pas e kanë mbyt ato, e kanë masakru, e kanë mbyt, po ka thonë, nëse është jeta jam, ma e shtrejt se sa sakrifikimi në rrugt të Allah të zogjet, s'po më vyna e jetë. Jeta jam është ma e lirë, bile unë jam I nderu, mi përzgjedhur, që Allah zogjet po ma shfrytëzon trupin tem për diçka të tillë, edhe ka thonë, ju barik fi eshla'in mumazzaqi. Allah ja bereqet, atë që të copat mishe që jeni të mi hek për trupin tem, dhe kanë ekzekutu, dhe që I kam rri përmes Gjibrilit, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngjarja e Khubejbit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se çfarë pritje është t'ia bëu Allahu azza wa jall Khubejbit ibn Adit, I cili ka I gatshëm me jap trupin dhe shpirtin dhe jetën e tij, ama nuk kthehet mrapa I tillë, apo pse? Sepse ka thonë dikush që s'është musliman heq, Herakliu, hadithi që është Ibn Abbasit në Buhari, në fillim Buhariu. Kur e ka pyetur Herakliu Abu Sufjanin, ka thonë, ata që po e besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po dalin nga feja? Tha, jo s'dalin. Tha, kedhalika al-iman, idha khalatathu bashashatuhu al-qulub. Imani që është kur hen zemra ai nuk del mu. Ajo imani kur hen zemër dhe përzihet nuk del muaj. Pse ai është I gatshëm me nxjerr zemrën ama jo imanin. Sepse ka shiju ëmbëlsinë e dashurisë ndaj Allahut azza wa jall. Kështu që dashuria ndaj Allahut azza wa jall është nga veprat kryesore të zemrës. Dashuria ndaj Allahut azza wa jall është nga veprat kryesore të zemrës. Qysh u shfaq kjo? Ti më nxespret me ardh koha kur kemi ja dëshmu Allahut se du. Dashuria e tij nuk është ndaj dikujt që kalimtare është. Dashuria e tij ndaj Allahut azza wa jall, dashuria e robit ndaj Allahut azza wa jall është realizimi I diçkave që po mos të kishte qenë mirësia dhe dhuntia e Allahut azza wa jall, ti s'kishe mujt me arrit ato. Për këtë shkak plot pe selefët, plot kur kanë thonë se me nxespresi me artëri natës, se na vetmuhemi me Allahun azza wa jall, sikur se qysh vetmuhet dikush me të dashurin e vet dhe me të dashurin e vet, na vetmuhemi me Allahun azza wa jall. Ma të kthjellët jena në tert natës se sa në pikë ditës, sepse edhe kthjellësia e edhe përgjumja nuk rrjedhin prej syve, prej zemrës. Kur dikush e ka zemrën e preokupuar me një mërzi dhe me një gajle, se merr xhume, si mshelën sy. Kur dikush është në kulmin e përmallimit për dikën, se merr xhume. Në kulmin e gëzimit, se merr xhume. Për këtë shkak me punu për me ngjall dashurinë ndaj Allahut azza wa jall. Dhe menzi mos me prit përmendjen e tij. Menzi mos me prit momentin kur ti del Allahut përpara, thu Allahu Akbar. Menzi mos me prit realizimin e asaj që don ai.
menze mos me prit largimin nga diçka që ka ndalu veç mia dëshmu se o Zot du ty. Kjo është shijimi i kënaqësisë së kësaj dynjaje. Nuk ka ndryshe që shijohet kënaqësia e kësaj dynjaje, veç se duke ja dëshmuar te Allahu Azza wa Jalla se ona për ty ja Rab, edhe e bëj edhe e lu. Se këshyri nefsin tem ka po më shtyn. Sepse unë e kom mujt dhe kom shkel nefsin, sepse unë jam rabi jot, jo rabi nefsit. E për këtë shkak, o vllazni, të parët ton, sahabët, po edhe ata që kanë ardhur pas tyre, kur e kanë arrit çto, kënaqësinë dhe shijimin e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall, si ka interesu mu a e cilësojnë si njëri i mirë apo cilësojnë si njëri i keq. A i thojnë ko ke shumë i bukur apo s'ko ke i mirë. Si ka interesu, apo atën e i ka interesu tek Allahu Azza wa Jall çush jam. Unë e kam arrit që me shiju kënaqësinë e adhurimit, po. Këta tjerë më thojnë sipas ke rrobat e pastra, s'është për mua hiç më rëndësi. Apo sepse e kanë kuptuar që realisht as lavdatat e as shajtjet dhe ofendimet tona te Allah Azza wa Jall s'ta ndrojnë ty pozitën. Te Allahu Azza wa Jall ti nëse je ngrit në një pozitë që je wali min awliya illahi salihin, rabi mirë dhe i dashur i Allahut, këta tjerë çka dojnë le të bëjnë. Për këtë shkak ata që e kanë kuptuar këtë realisht, edhe e kanë përjetuar, si kalon për shtypja as fjala e këtij as ofendimi i atij, apo plot ka pas të tillë. Ama tek Allahu Azza wa Jall pozita atë ka qenë e pakrahasueshme me dikën tjetër. Wala in sa'alani la u'tiyanna, wala in ista'adhani la u'idhanna. Ka thënë Allahu Azza wa Jall. Ata veç nëse i lëvizin buzët me kërku për meje diçka me njerë japi. Kërkojnë mbrojtje me njerë i mbroj, sepse ata janë min awliya illah, nga të dashurit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që me punu për me realizu dashurinë ndaj Allahut Azza wa Jall, do të me qenë në kulm të prioriteteve tona. Edhe ajo me çka realizohet? Me zemër. Apo vendi i dashurisë është zemra. Në zemër. Do të mu mirë me te, me dasht ibadet, me dasht namazin, me dasht abdesin, me dasht shkurjen xhami, me dasht dhikrin, me dasht Kur'anin, me u mundu që mos me kur e dën gjithsesi do e mos kime pa në jetën tonë që të rronë po të cilët ajo. Pse? Se këshyre diçka që dën ti, edhe ki mundësi me pas qasjen te, a e len një herën vjetë me pa dhe me këqyr dhe me shiju, apo sa ma shpesh? Sa ma shpesh? Sa ma shumë që të dojsh Allah Azza wa Jall, emrin e ti, përmendjen e ti, librin e ti, sheriatin e ti, kime pas në për gjuh. Kime pas një jetë, sepse e ki dasht Allahun subhanahu wa ta'ala.